Përshëndetje të nderuar, duke ju dëshiruar sot një vikend të mirë, ditë e diell, 7 dhjetor 2025, po e filloj shpjegimin e një teme sa interesante qaq edhe intriguese. Donald Trump, personaliteti i tij, qëndrimet e tij në politikat e jashtme si dhe qëndrimet e tij në raport me gjeografinë shqiptare, me Ballkanin. A ju ka shku menja ndonjëherë me pyetën se çfarë është presidenti Trump, ose ta sjellni një përkufizim? Si mund të përkufizohet Donald Trump? Në këtë video pra, do t'i preki këtë dy segmente. Trumpi kush është dhe raportet e tij, politikat e tij me shqiptarët. Kështu, siç ndodh gjithmonë me personalitetet të njohura në botë, që kanë ndikim në rrjedhat e historisë, e sidomos siç ndodh me presidentët amerikanë, në një të ardhme, historia do të flet edhe për presidentin amerikan. E që unë mendoj se historia ka me pas shumë punë me Trumpin. Nëse e shikon fjalën definicion apo përkufizim nga perspektiva e shkencës së logjikës, a definicioni është një nga temat që i trajton dhe i shpjegon logjika, shohim, mësojmë se definicioni për me qenë sa më i fort do të me pas sa më pak fjalë në te. Pra, është rregull logjik. Definicioni më i fort është ai i cili përmban në vetvete clara and distinctia. Pra, do të me qenë i qartë. Fjalët aty të jenë të qarta dhe të jenë të kuptueshme, në mënyrë që as të mos ketë ndonjë fjalë diskriptuese, përshkruese aty e tepërt, e as të mos mungoj diçka në mënyrë që të mos mbetet i mangët kuptime. Po si me i gjetë ato pak fjalë, bazuar në këtë rregull të logjikës, me e përshkrue Donald Trumpin. Prandaj them se, që në start të videos, them se historia ka me u lodhë, ka me u djerës, derisa ta gjenë ato fjalit e pakta, fjalët e pakta që e përshkruajnë atë. Historianët kanë me pas punë. Përse e them këtë? Duke pas sot veprimet e tij dhe duke dëgjuar fjalët e tij, e sidomos duke i lexuar rresht pas rreshti për çdo ditë politikat e tij, kam ardhur në këtë konstatim dhe jam mëse i bindur se historianët nuk kanë me pas fare lehtë. Për shembull, përveç disa intervistave që nuk i ka të pakta, Donald Trump edhe në fjalimin e tij që e mbajti në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e përshkroi veten si një paqebërës global që e meriton çmimin Nobel. Pyetja që duhet shtruar këtu është: a arriti vërtet Donald Trump të bëj atë që Kombët e Bashkuara nuk kanë mujt me bo për dekada? Apo ishte thjesht një egzagerim politik që synonte të forcoj imazhin e vet në mënyrë që ta fitonte çmimin Nobel për paqe. Kërkesën e tij, ambicien e tij, aspiratën e përkushtimin e tij që më e marrën çmimin Nobel e koncentron në luftat apo konfliktet për të cilat pretendon se i kanë dalë pasi është bo president. E që unë mendoj se janë të drejta politikat në arenën ndërkombëtare që janë hap dhe janë nis, e kanë vazhduar në lidhje me vërtetësinë e asaj që e pretendonte Donald Trump. Se është njeri i paqes, se ka ndalën 7, ka njëherë 8 lufta thëjke, dhe se
vërtet e meriton çmimin Nobel. Për 7 konfliktet, se dia e dini, 7 konfliktet e cilat ai përmend janë lufta apo konflikti izraelito-iranian, është i pari, i dyti është lufta midis Indis dhe Pakistanit, e treta midis Armenis dhe Azerbejxhanit, e katërta midis Kongos dhe Ruandës, e pesta midis Kambodjes dhe Tajlandës, e gjashta apo i gjashti konflikti midis Etiopis dhe Egjiptit, dhe i shtati, si që ka përmend 3 herë së paku unë e kam dëgjuar, e ndali kinse luftën midis Serbis dhe Kosovës. E në herën e tretë, ndoshta ja kanë tërheq vrejtjen, tha e kam parandaluar luftën që veç çka nuk kishte nis midis Kosovës dhe Serbisë. Nëse ja lëshon syt atij tablogramit të politikave që është duke i udhëhequr në marrëdhëniet ndërkombëtare, nuk është lehtë me e vërejtë se gjatë muajve të parë të mandatit të dytë që erdhi si vjet, ai përveç që tha se i kam dalë 7 konflikte, e përmendi me mburje edhe rastin e lindjes së mesme ku, për gjatë mandatit të tij të parë, e kishte krijuar dhe realizuar të ashtu quajturën marrëveshja e Abrahamit. 7-8 lufta tash, e në mandatin e parë arriti ta bëj marrëveshjen e Abrahamit. Të nderuar, po ju pyes, a e dini në detaje se çfarë është marrëveshja e Abrahamit? Çfarë përmbledh kjo? A ju ka ra me e lexue? Çka përmendet në te? Cilat janë bandet, nenet, ligjet, se përpalet ma mërmenja se e dini. Nëse dëshironi me dit, a unë e veç jam i pasionuar me i shpjegue, me i lexue marrëveshjet ndërkombëtare që bëhen, marrëveshjet me paq, nëse dëshironi me mësu, me dit, më thuani, më shkruani, komentoni në këtë video në YouTube, dhe unë pastaj do ta shpjegoj në detaje. Së paku sa e kam shpjeguar në një video marrëveshjen e Daytonit, shkaqet, arsyet, bisedimet, shtypjet, presionet, nënshkrimet dhe implikimet, impakti i kësaj marrëveshje, apo si që kam shpjeguar në detaje bajagit të shumta marrëveshjen e Camp Davidit midis Egjiptit dhe Izraelit. Një videoja pa ta kushtue kësaj. Para këtyre, e pa ta shpjeguar edhe marrëveshjen e Lozanës dhe Sivrës. Si kanë rrjedh punët deri te marrëveshja, sa muaj është biseduar, sa herë delegacioni turk shkon atje për të biseduar, çfarë shtypje e presione jenë bo, si në Paris me marrëveshjen e Sivrës dhe si në Lozan me marrëveshjen e Lozanës. Pra, nëse jeni të interesuar, më thuani e une me izën e Zotit e përgatite. Por, përderisa po flas këto për personalitetin e Donald Trump, e mos të them për vërtetësinë e fjalëve të tij në lidhje me ndaljen e luftave që i pretendon, hajde t'ja lëshojmë së bashku një sy, një disa minuta, pak minuta që tyne konflikteve që i ka përmend. Për shembull, lufta Izrael-Iran. E dini, në qershor këtij viti, do të thënë vitit 2025, pati për një konflikt, një luftë e shkurtër 12 ditore, që nisi si rezultat i sulmeve izraelite ndaj objekteve bërthamore iraniane dhe vrasjen e fytyrave
me peshë dhe me ndikim, si në politikë, si në ushtri, si në industrinë bërthamore, si në diplomacinë në Teheran dhe në qytetet e tjera. E që pas këtij sulmi, Teherani i përgjigjet me sulme me raketa, sa që Izraeli, që nga themelimi i tij në vitin 48 nuk ka pas asë dëmtime e raketime e bombardime kaq të mëdha. Po, Trumpi e shpalli një armëpushim pas ndërhyrjes ushtarake me aeroplan, i bombardoi do caqe brenda Iranit dhe, siç mësohet pak më vonë, i ka dëmtuar në mas edhe ato vendet bërthamore iraniane. Atëherë u tha se i kanë bërë rafsh me tokë, po shihet se nuk pas kësh qenë ashtu. As ka mujt Amerika, as ka dasht vetë, a i dohet një Iran i këtil, apo i frikohet ndonjë ndërhyrje ruse, ose kineze, apo e ndërpreu për shkak të implikimeve që do të bënte shkatrimi Iranit në industrinë e naftës, në mbylljen e grykës e Hormuzit, në shkatrimin e infrastrukturës detare në kanalin atje në ngushticën e detit Persik, midis Iranit dhe Arabi Saudite, Emirateve këndej. Arsyet nuk e di, por Amerika i ndal sulmet, bombardime që i bënte me F-35. Kur i lexon ekspertët e kësaj lufte dhe të lindjes e mesme, e fiton një farë përshtypje se ndërhyrja e Trump e Amerikës kontriboi në qetësimin e situatës. U arrit një armëpushim midis Izraelit dhe Iranit, por nuk pati marrëveshje. Aq më pak të ketë ndonjë marrëveshje të përhershme ose zgjidhje e çështjes bërthamore. Henez tash po dalin në shesh probleme që do t'i ketë rajoni me reaktoret bërthamor që është duke i përgatitur Irani. Pra, konflikti nuk u zgjedh. As nuk po du me përgënjeshtru, por tashmë rritë pika e përkufizimit, e definimit të personalitetit të Donald Trump, me të cilin përkufizim e përshkrim e histori në të ardhmen historianët nuk kanë me pas letë. Kalojmë të lufta e dytë, të pretendimi i dytë që e ndali luftën e për shkak të cilit i takon të çmimi Nobel. India dhe Pakistani. Çfarë ndodhi? Ndodhen luftimet të ashpra, si asnjëherë më parë prej themelimit të Pakistanit apo prej ndarjes së Pakistanit nga India, ku në rajonin e diskutueshëm të Kashmirit, që është midis Indisë dhe Pakistanit. Kur në vitin 2025. Pse në Kashmir? Sepse kur është nda Pakistani prej Indisë, britanikët e qesin një farë platforme të quaj kështu, se rajonet muslimane brenda Indisë duhet të ndahen, me që po kërkohet, a i kanë nxit ajo nuk e di, por mu është e gabushme ndarja e Pakistanit e pastaj Bangladeshit me emërtim të ri në vitet e 70, se në fillim Bangladesh dhe Pakistani kanë qenë një shtet. India në midis sa gjysë e botës, them kushtimisht, Bangladesh i knej, apo quhej Pakistani lindor, Pakistani i knej, apo Pakistani perëndimor. 73 ndokët, Pakistan, ky Bangladeshi, shkputet nga që ky Pakistani am dhe quhet më pastaj Bangladesh si shtet i pavarur, por me shumicë muslimane. Nejse, britanikët në atë kohë propozojnë, ofrojnë skic se vendet muslimane brenda atij territorit të Indisë të jenë të pavarura. Mirë po, mbetet, mos të tham elan, por mbetet një kancer aty, se Kashmiri, me gjithë që me shumicë muslimane,
për shkak të pozitës strategjike, për shkak të, kështu thon poezisë, për shkak të pasurive shumë të mëdha nën-toksore dhe mbi-toksore, një pjesë e Kashmirit mbetet ku brenda Indisë, qësoj Indije shka tash. Dhe bashkë në qëtë pjesën brenda Indisë fillojnë të mugullojnë lëvizje ekstreme islame që i shkaktojnë probleme edhe Pakistanit këndej, edhe Indijes andej. E një të e pa, që po thëmë kancer. Këto, dhe më thëmë, du të më konë tepa i meshë për me e bo kështë lugë. Imagjino masanej, Afganistani ka, si shtetë ndërluftus me Pakistanin, ka lidhje me që ta muslimant e Kashmirit brenda Indisë. Edhe Pakistani e akuzon Afganistanin se ti po i nxit ata dhe po i nxit çka janë në Kashmirin brenda Pakistanit, ajo lufta që nisi midis Pakistanit edhe Afganistanit. Lug, bash lug e vërtet, duke e ditë se ai rajon është rajoni më i rëndësishëm dhe më i rrezikshëm, e detyrimisht edhe më i paqëndrueshëm në botë. Vesh një fjali po e thëmë dhe vazhdoj pastaj shpjegimin e kësaj. Që kjo India shka sot, deri sa është bo Indi, shtet i hindosve, 1100 e dishka vjetë ka qenë shtet islam. Dhe më thënë është udhëhequr si pas ligjeve islame. Muslimant e kanë udhëhequr, me gjithë që edhe hindus ka pas aty. Ka pas një kooperim, një konsolidim, një bashkëqeverisje e muslimanve me hindusët, brahmanët dhe të tjerë. Mirë po, ka qenë shtet islam dhe ka qenë shtet shumë mik i perandorisë osmane atëhere, që si pas nevojave, kur perandoria osmane ka hyrë në lufta në kohën e Sultan Selimit e para saj Sultan Sulejmanit me Safavidet, me perandorin Safavide iraniane, shteti islam i Indis atje, e që i di edhe mbretërit e kohët e sene, po mos zgjerona atje, ju ndihmojnë këtyre turgjve shqiptarve, do me thonë perandoris osmane, në luftrat e tyre kundër perandoris Safavide iraniane. Nejse, në maj të 2025 plasi që kjo luft për shkak të Kashmirit në Kashmir. Në ndërkohë, Trumpi njofton se kishte ndërmjetësu një armëpushim, se lufta u ndal si rezultat i përpjekjeve të tij. Mirë po, çfarë ndodhi? India të nesërman e mohon kontributin dhe ndërhyrjen e Trumpit dhe thot New Delhi zyrtar se unë me Indijen, me Pakistanin, me Islamabadin, ne jemi marrë vesh se Amerika Donald Trumpin nuk ka pas kurfar roli. Tash, shaboni Pakistani, tha, e falenderojmë presidentin Donald Trump. Bile shtenën aty edhe Recep Tayyip Erdoganin e Turqisë, se Turqia ka pas një rol, por roli i Turqisë nuk ka qenë në ndalimin e luftës, po që fuqia ushtarake, apo industria ushtarake turke që ishte edhe në Pakistanit e gjumhazi Indin, edhe e detyroi Indin me pranue pace, armëpushim me Pakistanin. Pra, shaboni Pakistani, ndoshta edhe parinatit të Indis, tha se kjo marrëveshje u arrit duke ju falenderuar rolit të Donald Trump, rolit të padiskutueshëm të tij, andaj me që roli Trump ishte vendimtar, ky kryeministri i Pakistanit propozoi që Trumpi të jepet Nobeli për paqe edhe mori dhenë. Megjithatë që u arrit një armëpushim, konflikti midis dy vendeve, sikur fasha mbi varrën që është brenda, veç që është vënë një farë fashe, por nuk është zgjidhur as përse afërmi. E njëjtë është situata.
3. Armenia dhe Azerbejgjani. Në gusht të vitit 2025, ju kujtohet, Trumpi i pret në fakt shumës udhëhecit e 2 vendeve, Armenisë dhe Azerbejgjanit në shtëpin e bardh, ku nënshkruaj një deklarat, qëllimi i secilës ishte për një paqe pas dekadave konflikti për Nagorno-Karabaj. Unë e kam shpjeguar përpara punën e Azerbejgjanit edhe të luftës e Nagorno-Karabajit, dhe kam thënë se ka dhe shqiptar aty, se unë e kam takue shqiptar nga Nagorno-Karabaj, pastaj e kam shpjeguar koridorin e Zengazurit, pastaj problemit e Nakhçivani ka, pjesa e Azerbejgjanit që është e Turqia, e Armenia është në midis, sigur Gaza me bregun perëndimor. Palestinë kënej në midis e Izrael aty. Dhe shumica e vendeve muslimane, kur jenë da pas shpërbërjes e perëndërisë osmane, jenë lanë qështu. Emiratet kanë pjesë brenda Omanit, Omani ka pjesë brenda Emirateve. Jetë të shku për shembull Tazamia, Prishtinë, Ferizaj, ose me që jam i Gilanit. Gilan Prishtinë, kur të mërin dikun të Labjani, që aty do të me pas pashaportin se him me një vend tjetër, e pastaj në fund të Labjanit atje, del prej ati vendi edhe he pastaj sërish në Kosovë. Shumica e vendeve muslimane janë të lëna kështu. Nejse, e vërteta është se po Pazhesjani edhe ky Alijevi nënshkrujtën marrëveshje, por paqja e vërtet është arrit me ndihmën e vendeve të tjera dhe me kontributin e vendeve të tjera, dhe i mbani mend se cilat janë ato i kam shpjeguar në detaje të mjaftueshme. Konflikti tjetër apo lufta e tjetër të cilën e paskësh ndal Donald Trump dhe për shkak të së cilës e meriton çmimin Nobel. Cila është ajo? Lufta Kongo-Ruanda. Konflikti midis këtyre 2 vendeve vazhdon deri në ditët e sotshme, deri në këtë moment kur po flasim, për dekadat të tëra. Por ishte përshkallëzuar që aty ka fundi i shkurtit të këtij viti për shkak të kujt, për shkak të sulmeve të papara deri atëherë në atë konflikt 36 vjeçar që e bën grupi M23 e që është brenda Kongos dhe mbështetet nga Ruanda. Edhe këto. Po, është e vërtet se Donald Trump ka luajtur një rol kyç me përpjekjet e tij për ndaljen e luftës apo për një armpushim, por konflikti kur ende nuk ka gabuar. Edhe në këto momente kur po flasëm, ndoshta janë duke kërsit pushk mes vete. Tjetra e vërtet, në fund të qershorit 2025, ministrat e jashtëm të Kongos dhe Ruandës e nënshkruaj një paqe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një paqe. Mirë po, çka ndodh? Lëvizja ushtarake, që është ushtrin veti vlla, që kjo M23, edhe nuk merr pjesë, edhe i çon selam, edhe Kongos, edhe Ruandës, edhe Shtëpisë së Bardhë, se ato negociata atje janë në vlerë zero. Përderisa ne pala ndërluftuese të mos jemi aty dhe ne të bisedojmë, ne nuk i njohim ato marrëveshje shka bëhen mes njerëzve që janë e çojnë jetën nëpër kolltuçe. Do me thonë, si kur shambuj po marrë, s'pedi sa po ja qëlloj, po si kur të ishte lidh marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë, LDK-ja ta zami, me Serbin, UÇK-ja e madhërishme në male të liftu
ka mu lidh marrëveshja edhe UÇK-ja mos me u marrën parasysh heq. Natyrisht se do të pritej dhe do të dohej. Në fakt dhe do të kishte bo, se unë ato marrëveshje shka përbënin në Prishtinë, në Beograd, unë si një heq, unë kum dalë në luft për pavarësi, për arritjen e të drejtave, jo sa për menal konfliktin për një interes të jashtëm. Dhe me gjithate, ndalja e luftës së pretenduar, doli si një përgënjeshtrim, një tendencë, por nuk u arrit. Tjetra të respektuar, luftan midis Kambodgjës dhe Tajlandës. Përplasje kufitare të vazhdueshme e të intensifikuara në korrekt të vitit 2025, me të cilat rezultojnë vrasjen e mijëra njerëzve dhe qindra mijëra të tjerëve të zhvendosur. Çka boni Trump në këtë rast? E kërcënon Tajlandën, por edhe Kambodgjën, se do t'i ndërpret të gjitha ndihmat ekonomike që ja bojnë këtyre dy vendeve shëbat, do t'i ndërpret negociatat tregtare me Tajlandën dhe do t'a shpall si një vend non grata për diplomacinë amerikane. Megjithëse që konflikti u nal për ca ditë, bisedime nuk pati në nënshkrimet të letrave një nga një, kyknej në Washington dhe më duket dikun në Zvicër, megjithëse që përveç kësaj u bë takimi i liderëve të Kambodgjës dhe Tajlandës në Malezi, siç u quajt kontrata apo marrëveshja e Malezisë, luftimet mes këtyre dy vendeve ende vazhdojnë. Ende nuk është ndalë lufta, ende vazhdojnë përplasjet dhe asgjë ka shpresa se do të bëhet. Për çfarë ndalje e luftës atëherë mund të bëhet fjalë. E tjetra, Egjipt, Etiopi. E dini, shë unë ka pikë shkë fjalla e dini sot, po nashta për mes e dini. Po, e dini ndoshta, këtë mos marrëveshtjen për digën më të madhe në botë, diga e rilindjes që e ka ndërtuar Etiopia në lumin Nil, që kalon në Etiopi. Ky ndërtim i kësaj dige, e për të cilën edhe për këto kam bo video, është mirë me pa atje problemi i Sudanit, i Etiopis, i Somalilandit, Egjiptit, qëndrimi i Egjiptit në këtë, pse me gjithë që e ka fuqien, me në luftën në Sudan, pse nuk ndërhyn, ku është dreqnillaku midis Egjiptit me Emiratet, ka Emiratet, si që keni dëgjue këtu para kësaj kamere, me atje, pra, Trumpi tha se e ndala konfliktin në midis Etiopijës dhe Egjiptit. Mos marrëveshje ka pas, vlavjem. Mos marrëveshje është bo prej ditës kur Etiopia e jep lajmin se po e marrën digën më të madhe. E shka është rrezik për Turqinë këto, për Egjiptin, për shkak se i nalet lumi uji i lumit Nil, për shkak se dëmton bujqësinë, që është burimi kryesor ekonomik i Turqisë, i Egjiptit. Kanali Suezit, turizmi dhe bujqësia janë tri burimet kryesore ekonomike të Egjiptit me popullat mbi 120 milion. Po, një farë afrimi u bo politik në koltuqe, tavolim për para, mirë po nuk pati kur farë marrëveshje sepse në fakt lufta nuk kishte ndodhur midis këtyre dy vendeve. Prandaj edhe ky pretendim i Donald Trump disi mund të konsiderohet si i egzageruar. E shtata, në që jemi dëshmitar në këto, konflikti midis Serbisë dhe Kosovës. 3 herë Trumpi e përmeni. Ndërhyrjen e tij
në mandatin e parë, në problemin e Kosovë-Serbi, por edhe për kontributin e tij të pashoq, shpëtues për Kosovën dhe Serbin, ku tha se e ndalen një luftë e që ne në fakt si shqiptar këto, si popull i Kosovës, e dim se ajo luftë ishte inekzistente. Flite jo po niset, jo s'po niset. Une aguzoj me thonë, nuk ju besoj, se këshirë në politikë edhe në shpjegimet e tilla, në marrëdhënie ndërkombëtare, unë besoj e nuk besoj. Unë si kum besue, nuk janë fjalë të nivelit të bisedës apo njerëz të cilët dohet me i përdor për ata që i njohin këto. Sepse të ke fundi kush po të vet ty apo beson as po beson, po të fol me fakte. Pra, faktet ishin se as që kishte luftë. Serbia po bëjke pruke arma të i aty ke dëvijat kuqe me dalë gazetarët me boje lajma atje, e debatën e për televizive mallzeme, material shumë i mirë, televizionet kanë qef me ndodhë se në sa ma shumë që për me pas pasaj material për debate. Por që ka pas ndonjë rrezik me nis luftë Serbia në Kosovë, pasha zotin qaq une kum pas në herë mendje mira Kazami në shtetit. Njëjtë. Serbia s'ka ka qik, unë edhe në atë misioni që e kum pas atë komplotin atëhere, për kundër atyre muhabeteve shumë herë koti, konspiracione që u bëshin aty, unë gjithmonë kum thanë se s'ka luftë. Nuk mundet, logjikisht, nuk janë të çmendur klasa politike e Serbisë sot, se mos pas mësimit që e kanë marrë në 99-ën, me nis luftë me NATO-n. Me NATO-n, mira Kosovës do thot luftë me NATO-n, do thot vetvrasje kolektive për Serbinë. Ato muhabete janë këtë për konsumet brendshme, edhe të na bile politikanë të rangjeve të larta, më doket edhe kryeministri, një 2-3 herë ministri brendshme, jo lufte, po. Në më ndot edhe këtë tash, edhe i tjetëri më konë trend, më konë mod, sepse lufta, ka një farë atmosfere, që atëherë mas pandemis një vjeta, 2, e çmenden vetën se njerëzit e meshëm natyrisht jo, dhe i dëmtonin qytetarët e rëndom, po nis luftë këto. Po hajde po jo pyeti, po është zotin. Një moment unë nëse jam gabim. Komunist luftë që të në qershor, në tetor, djetor, sene, komu bo që to, jo, termetin e shkakton Amerika, jo, hajde kalzonëm, a doli dishka e til deri më tani nga ato pretendime konspiracioniste që dëgjoheshin si për Prishtinë, si për Shqipni, si kur për Beogradit e tjera ka. Veç një gjamani, për mu harpa që thëshin asaj për që i shkakton termetet. Për mu gja ma e budallakaft, ma qmendën, se me thonë se Amerika është ajo që i shkakton termetet, nuk ka. Termetet përmenden në Kur'an. Termetet ka pas në kohën e lashtë. Historia njëna për civilizime të ndryshme. Termetet ka pas e përmenda djone. Termeti i Iznikut, i Nikejas. Kej qyteti mbulohet. Edhe ato patriarkanë, edhe ato ku jenë majtën ato konsej Nikejas, kejti merë uje. Edhe atëherë s'ka pas harp të Amerikësa. Mërvesh. Andaj ka njerës po muj ndoshta me qenë i përmbajtshëm sa dohet, dhe kur janë në pyetje këto mashtrime të poshtra që javmarin vëmendjen edhe kohën njerëzve sinqert, njerëzve naiv, për nga sinceriteti kështu, mu më dhem. Të ke fundit mu asgjë nuk më hy, ose nuk më del për gjepit. Por, nëse pretendoj se jam të mbajt ligjerata këto, për hir të shpjegimit të një realitetit, të një teme, që 20 vjet gati, në për rrjete sociale, që 20 vjet gati kur pa unal, atëherë i jap vetës të drejt që të përmendi anomali
idiotizma, mashtrime të këtilla që ju bohen njerëzve tanë. Sido që të jetë. Ishte një luft inexistente. Andaj unë në fillim thash, miq, se do ta kenë vështirë historianët me e shpjegue Donald Trumpin. Por, megjithatë, dohet vëlla me u përkufizue. Dohet me u përkufizue. Shka është Donald Trump në synin e Mustaf Bajramit, që po mënona me lexue për ditë tema dhe politikat e tij. Me Amerikën du marrën sidomos pasardhjes së Trump, sepse ka lëkundje dhe ngjarje të papara, e që besa shumë prej tyre, disa prej tyre të pritura nga ana jeme, duke i krahasuar. Për me e kuptu një personalitet, apo një fenomen, një ngjarje, shumë herë është mirë me e përdor ligjin e komparacionit. Ligjin e komparacionit. Njënë im kishtë thamë se s'po bëm bismillah kur po pi ujë. Bismillah. Ligji i komparacionit do thot ligji i krahasimit. Pra, qëto objekt po do me edit, e po shkruan qëto, shka s'ka qëto, ka kë, qka ka kë, ka edhe këto, dhe i krahason. Unë po du me e përshkrue Donald Trumpin në hijen apo paralel me dy ish kryeministra të Britanisë së Madhe. I pari, Winston Churchill, kryeministri britanik, gjatë luftës së dytë botërore, dhe i dyti paraardhësi i tij Neville Chamberlain. I pari, Churchilli, mbante qëndrimin se vetëm forca e madhe ushtarake mund të ndalte dhe të mposhte nazizmin gjerman. Chamberlain, në të kundërtën e Churchillit, mendonte të kundërtën e asaj dhe thoshte se ambicjet naziste të Hitlerit mund të kufizohen vetëm përmes lëshimeve ndaj apetiteve, tendencave, kërkesave të Hitlerit për disa rajone të Evropës, sepse vetëm kështu mund të parandalojmë luftën e dytë botërore dhe do të kursejmë shumë jetë. Qëndrimi i Chamberlainit në marrëdhëniet ndërkombëtare quhet si politika e paqësimit ose politika e paqes. Ky Churchill luft me Rusien, Trumpi, tash, krahasimi apo bojmë, luft, se vetëm me luft na muj me e mujtën nazizmin, ose sot Rusien. Chamberlain po thët, jo, dohet me lëshu pen, në ti merë do toka, Çekoslovakinë, Polonisja kam në synin e pak Francëse, por t'i shpëtojmë jetët e njerëzve. Trumpi ku është qëto? A është që ky, unë jam, jo veç mendoj, por jam i bindën se Trumpi është një përzierje midis të dyve. Më thëmë në mes të këtyre dyve, por është një përzierje midis këtyre dyve. Për shka? E mendoj këtë dhe ku e bazoj? Sepse Trumpi i qënë politikat e ti edhe përmes forcës, por një kohësisht demonstron një gatishmëri të madhe për të arritur marrëveshje, paqeje, edhe në kohë lufte, e kjo sidomos ka të bëj me luftën në lindjen e mesme dhe luftën e Ukrajinës. Bazuar në qëto dhe në të tjera që i përmenda në fillim, ato 7, e tash e 8 po del lufta e kësaj, e Ukrajinës, e 9 Izrael-Palestinez, e sene, bazuar në qëto, Trumpi pretendonte se po valla mu e kam me hak, bre me e marrën çmimin Nobel. Tani,
është mase e vërtet se Trump konsiderohet gurthemeli i procesit të paqes që të cilin e nisi në Sharm el Sheikh me 13 tetor të vitit 2025, para 2 muajve. Kjo marrëveshje e mori më pastaj një formë, pas disa bisedimesh, një formë të një plani 20 pikësh, por që ka mbetur ende i blokuar në realizimin e tij. Arritja e një armëpushimi midis Izraelit dhe Hamasit shkoi deri dikun. Mirë po, çka ndodhi? Ende çështja është në pikën e parë dhe nuk po kalohet në pikën e dytë. Cila është pika e parë? Ndërprerja definitive e konfliktit, dhe e dyta të kalohet pastaj që Hamasi, është ajo, i kemi spjeguar ato 20 pika dhe i kemi analizuar shumë mirë. Pika e dytë thotë se Hamasi dohet me i dorëzue armët. A u arrit e para ende? Jo, e aq më pak e dyta. Gjatë fushatës së tij zgjedhore, Donald Trump u premtonte vazhdimisht votuesve amerikan se do të arrin paqen jo me këto të voglat, por me Ukrainën edhe ato brenda vetëm 24 orëve. Si të ullet në shtëpinë e bardhë, mrena një nate e një dite ka me e nda luftën. Edhe thashtë se më mjafton vetëm një telefonat me Putinin. Pastaj e morin në konsiderat pozicionin gjithnjë e më të vështirë të ushtrisë ukrainase në vijën e frontit, tu dobësuar edhe më shumë, dhe e krijoi një farë përshtypje Donald Trump se siç ka pretenduar Chamberlain më parë, ma mirë është me lëshue pepa karshi Rusijës, karshi Hitlerit, atëhere bota kërkohej, e jo si Churchilli që lypke luft, edhe Ukraina po dobësohet, kjo Rusia i ka pushtue ato toka, dhe ma mirë që të aneksohen apo të jepen zonat ruso-folse të Donbasit, të jepen Rusis, mi për në qka? Në këmbim të përfundimit të konfliktit të luftës dhe pranimit të Ukrajines në NATO. Përsa jam duke e parë, të nderuar, dëshira dhe përpjekja e Donald Trump është duke shku drejt një vizatimi të geopolitikave të reja. Qfar? Në lindjen e mesme Izraeli të jetë boshti dhe Izraeli të jepet nën kontrol. Dhe më thënë, s'po di shka me zgjedh tjetër, nën kontrol situata në lindjen e mesme dhe t'i kryej detyrat e Amerikës, ndërsa në Evropën lindore, ose Evropa lindore t'i lihet në dorë Rusijës. Muë, qashto ashtu më dok puna. Putini, në atë marrëveshtjen që e boj në Alaska, qasoj marrëveshtje ja shton edhe një farë aneksi, ku përveç aneksimi territorial që përfshin Donbasin dhe disa zonat të tjera të cilat mund të themi se i ka pushtuar të gjitha, Mapolozhja e disa 24-25% të teritorit asaj, Rusia kërkoi prej Donald Trumpit që ushtria ukrainase të mos ketë ma shumë se 600.000 ushtar dhe e përcaktoi edhe çfarë armë me pas ushtria ukrainase. Do me thonë me qenën kërkushi hiq. Putini nguli kam gjithashtu se Ukraina nuk do të dohet kur të pranohet në NATO, dhe këtë pikë, që ishte grosht i madh për Evropën, për tërë antarët e NATO-s,
këtë pikë Donald Trump nuk e kundërshtoi, duke argumentuar se antarësimi i mundshëm i Ukrainës në NATO ishte arsyeja kryesore e fillimit të luftës, andaj largimin e arsyes kryesore e largon edhe pasojën e cila është lufta. Formula e Trump për Evropën lindore nuk është hiç e ndryshme nga ato që bëri në lindjen e mesme nëpërmes marrëveshjes së Abrahamit dhe marrëveshjes së disa nënshkrimit të disa ti quaj marrëveshjeve të tjera. Në fakt, të dy këto zona, edhe lindja e mesme, edhe Evropa juglindore, po e llogaritja edhe që pjesën e Ukrainës, janë të lidhura përmes një, adi ta quaj, dyshemeje ndërmjetësuese të përbër nga dy manjat biznesi, nga dy gjigant biznesi, dhe ata janë njerë shumë të afërt të Donald Trump. Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhëndri i Donald Trump, të cilët i përgjigjen drejt për drejtit Donald Trumpit, ndoshta shumë herë pa u fol hiç, edhe në shtëpinë e bardhë e lemo në Pentagon e me njerëz të tjerë. Të dyja rastet, negociatat, kanë orientuar syt drejt një qëllimi të largët, për të arritur disa synime të rëndësishme, ndoshta të kopshme për neve, që Rusisë t'i lihet nën kontroll Evropa juglindore në mënyrë që të mos del e vërtet teoria e kujt, teoria e Churchillit, se vetëm me luftë ne mund të nalim Hitlerin atje dhe me luftë të nalim Rusin. Kush me nal me luftë, o vlla? Në Kaliningrad janë raketa që e bojnë jo Evropën, po planetën e tokës rrafsh, në zemër të Evropës. I ka quhe Rusia atje. Kush guxon me hin luft, a është me men me hije një shitës, një prodhues gjigant i armëve, që jetën e 300 milion Amerikanëve, Amerika e siguron një pjesë të madhe të saj, nga shitje e armëve dhe aeroplanëve, qysh me hije në luft me një shtet i cili në fakt po ja mundson shitjen e armëve. I dohet një konkurent dikon, sikur çështja e Izraelit, e Arabëve dhe e Iranit. Izraelit i dohen edhe Arabët e pasur me naftë, që i tutën sikur pej gjarpnit Iranit, edhe i dohet një Iran, prej të cilit Arabët tutën sikur prej gjarpnit. Edhe Amerikës i dohet një Rusi, ama jo një Kinë, një Rusi që kur të frikohen prej saj, kur ajo të sulmon her pas here, mbas edhe vendet evropiane, shpejt të gjithë këta në për dyrt e fabrikave të armëve në Amerikë dhe me ble armë amerikane. Këtu une, duke u bazu në qëtë vizion, timin të them, falni, une vazhdimisht ku më thonë se kriza e brendshme ekonomike amerikane, sidomos në kohën e Bidenit, ishte arsyeja kryesore e krijimit të një atmosfere lufte gjithandej në botë. Sepse Biden me njerëzit e vet e panë se me shitjen e armëve mund të shpëtohet ekonomia amerikane. Andaj them se mund të jetë e kopshme. Në fakt, nëse e shikon pak ma fell, Ky Trumpi vazhdimisht dhe fuqishëm disi po sugjeron dhe po kërkon ta sjell në një botë 3 polare. Vëretash, meq, pjap vetis të drejt, pjap vetis të drejt me thonë, vëlloj pja qëlloj ka njëherë. Pa, jam të thonë që do ko. Që kjo tash është
e retash që po del e Trumpit. A kom thonë do kohë se ashtu shku bota ka shtetet e mëdha, që të shtetet e vogla kilifence, një shtet o vëlla që së një ban kompirat e vetë, grunin e vetë. Një shtet që s'mon, ose një familje, një domaqin, që së një asiguron fëmijëve të vetë, familjes vetë bukën, pa shpi për i thuhet asaja. Veç, ajo shpi është, po shpi e varfër, shpi e sprovume, po dhe po flasë me tone politike. Së në siguron këta, së në siguron këta. Ta më thënë, shtetet e vogla, meq, pej kohës e marrëveshjes e Vestfalis, shtetet e vogla në fakt janë shtetet e cilat e bojnë, e mushin grashdin e shteteve të mëdha. Lëp kompira, lëp grun, lëp kalamosh, lëp misër, lëp ata, blej ata, ato shtete mëdha dykon duhet me prodhu, po të ishtem për shembull shtet i madh, ku mi shit armë të Amerika. Ku na mi a shit. Shtetet e vogla qështo. Une jam të e pa tash këtë tendencën e fuqishme të Donald Trump për krijimin e një bote tripolare. Amerika, Rusia dhe Kina. Kina të izolohet disi, të thehet teho i botës aziatike atje, pretendimet e Kinës të zbehen, të krasiten dhe të lihet me kullot në dovene, po mos mi shkaktu probleme Amerikës. Qyshen kom pas marrëvesh në kohën e luftës dypolare, socializmi, komunizmi, socializmi dhe kapitalizmi. Nej, te Rusi hin Libi, unë po hin në Egjipt. Te hin Siri, unë po hin në Irak. Te hi këto, unë po hin dhe qëto e kam pas da botën, tani mu gullon ajo paktit e pa inkuadruarve nga Tito, Nehru, Nasser dhe të ngjashme. Mirë po, me gjithë që ka tendencat e tilla, meq, problem po janë tash muslimant. Muslimant ka. Kina këthetrat, mbi këthetrat Amerikane në linjën e mesme. Rusia depërtuar në labirinthet në të cilat janë duke frymue Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për në linjën e mesme. Njëjtë kështu për në Evropën lindore, jug lindore, njëjtë kështu në Ukrainë, njëjtë kështu të Australia, njëjtë të arkipelagu Malaj dhe njëjtë kështu edhe në Amerikën Latine që veç ka nisën me u djeg Amerika Latine. Maduro është para një akti të kryer. Ose me shku e me lën pozitën, zati u kërku direkt për ti, ose me djeg Venezuelën. Trumpi dje në mëngjes po thëtë se aksionet e tona ushtarake mbi marinën venezuelane, mbi anije që bartnin drogë, e kimi kry, tash kam bet puna për ndërhyrjen toksore. Edhe Maduro i tha, me gjithë që jemi përpaq, hajde bojrën e takshyrëm. Nisja e një lufte toksore frontale në Venezuelë atje, do të ishte një katastrofë edhe më e madhe se lufta në lindjen e mesme dhe në Ukrainë, sepse Venezuela është prodhuesi dhe shitësi më i madh në botë i naftës. Pasurit më të mëdha nëntoksore të naftës, të arit, të diamantit janë në Venezuelë. Dhe hebrejt, cionistët, hebrejt e pasur që e kanë diamantin në dorë, jonë Bruxelles, ato zyret e senet e shka jonë në përvendin e ndryshme, shumë bazohen në Venezuelë. Edhe atyre kom ju prish hesapi tash. Ose janë marrë vesh që televizje me Amerikës se na pibimi, na si Amerikë pimarën borimet e naftës, juve për javlama të dzeherorët e arit e diamantit e sene dhe kështo. Por gjithsesi do të jetë katastrofë. Për me i ikën krejt që saj, Amerika është e mendue edhe perandorin e katërt. Jo bota më konë tripolare, po më konë katropolare. Amerika, Rusia, Kina dhe Turqia. Turqia, jo për shkak se e ka forcët e këtyre trijave,
por për shkak të politikave të mahniqme të cilat i ka udhëhequr presidenti Erdogan. Si ish nxënës i Erbakanit, por që besa, Allahi është të në dëgju, do të jemi të sinqert, që kanë mësu shumë edhe nga Rahmetliu Turgut Özal. Özali në 90-at ka qenë president dhe ka pas nxerr Turqien prej batakit. A i ke pa këta ignorantët të na, këta islamofobat. Kur janë nisin me folë për Turkin, dihet. S'pa flas për islamofobin, pa flas për ignorancën tonë, pa diturin, s'po di që shpequjt të vlla, pse po më kritikani që pjethëm diku ignorant. I pa dituri është ignoranto. Është fjalë që përdoret në terminologji. Gjahili thuhet në gjuhën arabe, i pa ditur. Kur ta kritikojnë, nëse e kritikojnë Turqin, e kritikojnë kohën e paraardhjes së Erdoganit. Po e dini se koha e paraardhjes së Erdoganit ka qenë kohë diktature, bre. Ka qenë kohë fukarallaku, bre. Turqia ka qenë mash, ka qenë bashkërkushi dhe ka kryer punët të tjerëve, bre. 5.000 ushtarë të Turqisë kanë shku me luftu, se s'kanë ndek krejt në Korenë e Jugut, atje lufta e Koreës e 52-ës. Dhe më thënë, na kur shkojshëm të dajt atëhere, qojshëm qokoladave, qojshëm mështëm të pije, bojlere, sene, hedije, na lypshin. Telefon s'ka pas, po me letra, për na do që shto, qokolada s'ka pas bre në atje. U koni farë gazozi u ludajt, pële Coca-Cola ato sene, i hëngësha atë qokoladën të me të këngoj, me esap me ndyrë, derja, nuk e di. Po u kon fukarallakbe, gra turke në atë ko, 90% tyne në përqarshi, kur ka ndarë në përqëtore, me ato jo kule e dimia, po me dane, me do lula, me vesh jetek të mirja, me vesh pantall të mirja, kostum të mirë të grujës, me të regu femnoren gruaja, muslimane qoftë, apo jo muslimane. Femën është. Femën, do të me reflektu pozitivitetin e bukurinë e sene, këto sene si ke pa në Turki, po qatë Turki e livdojnë. Tash, mos dalë pej temës. Meq, që kjo politik tash, të cilën po e kërkon Trumpi, do të sjell botën në katropolare. Nëse nuk i lejohet Turqisë që ta ketë nën kontroll Ballkanin, për shkak të historikut të vetë, edhe për shkak të demografisë muslimane që janë në Ballkan, sipas teorisë që është duke u zhvilluar, Ballkani, Evropa juglindore do të jenë nën kontrollin dhe ndikimin rus. Gjithë që po shohim ne, po lexojmë, jo kongresi, jo ministria e jashtme, jo departamenti ky në Amerikë, po flasin se është e interesante, është e rëndësishme për neve Kosova sene, kur të vije koha e interesave të mëdha, të thella, afagjate të Amerikës në raport me Kinën e me Rusijën, veç inshallah vazhdojmë të jemi zonë interesi afagjat dhe kritik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për ndryshe, unë nuk pres ditë të mira. Aq më pak, jo se aq më pak, për shkak them nuk pres ditë të mira, për shkak se jam të e pa, vallahi edhe billahi, diplomacin kosovare që i ka hup rruga në abor. Diplomacia kosovare, kur s'kemi pas ma dëpt. Tash a i ka fajt kryeministri, a i ka fajt kjo, nuk pedi, vlavjem, nuk i di si funksionojnë, por si diplomaci, si ministri e jashtme, si mushkënia e një shteti që merë frym nga jashtë dhe frymon nga jashtë, mos thëmë është e bankrotuar. Në rrethana të këtilla, dikush mund me thonë, shka i të dashti, shka po thu, po thëmë, unë me lexu e ka është të shku hesapi. Do të ndërveprim më i ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerika nuk dohet me u hidhërue dhe me Turqin dohet me qenë raportet edhe më të mira. Janë dy rrugë, që shka thonë Dervish Shaqa për para, ja dy rrugë tek i ki, janë Turki, janë në Albani. Edhe kësaj raste. Ja ka Rusia, ja të mori Rusia dhe Kina,
ja nuk ke çare pa dalë këndej me kërkun mbështetjen nga Turqia dhe Amerika. Natën e mirë.